Temperaturat e larta të këtyre ditëve kanë sjellë vështirësi në rritjen e kulturave bujqësore si misër, perime, ullishte, vreshtari e të tjera, të mbjella në 1200 hektar në njësinë administrative Dushk. Mungesa e ujit për të vaditur kulturat bujqësore është një fenomen i hershëm prej 31 vitesh, por më e rëndë është në 400 hektar të cilat ujiten me rrjedhje të lirë. Mungesa e reshjeve të shiut në këto kushte i çon fermerët në falimentim të plot, pasi marrin vetëm 10% të prodhimit në kushtet aktuale. Historikisht Dushku ka vujtur për vaditjen. Në radhë parë, kanalet vaditse nuk funksionojnë në rregull. Edhe jo si shtet, vetëm si shtet, por edhe vetë si ne, si individ, të mbyllura të gjithë. Nuk kam po pastrime, mos t'i vihet vetëm faji shtetit. Jemi edhe ne si fermerë në radhë parë fajtor, po edhe uji këtu nuk vjen. Kotë që mjellin, nuk marrin prodhim, mjellje pa vaditje, pa... Këtu ka marru çdo gjë, s'ka as i lloj vaditje, as i lloj ashtu. Gjithë dimër mytemi se s'ka kanal. Gjithë behari s'kemi pikujti. Kemi mërdhif, edhe ne pensionistat, edhe ne do hekim dorë nga kjo punë. Këtu ka 35 vjet pa pikën e ujit, dhe misri edhe gruri, deri në 2 kujtal e gjysmë për dëlym. Është skandal fare. T'japi misrit 3 kujtal për dëlym, këtu në tërbuf, që duhet, maksimumi duhet 11, 12, deri në 15. Uji thanës ka vajt deri në qerm, kanali kryesor pastrohet çdo vit dhe uji nuk vjen. Bordi i Kullimit në Lushnjë, interesimi ton për këtë situatë disa vjeçare që rëndon mbi fermerët, e justifikon me faktin se rezervat ujore janë në rezervuarin e thanës dhe mungon rrjeti i kanaleve ujitse. Kryetari i Njësisë Administrative Dushk, Afrin Dedej, shprehet se mungesa e infrastrukturës së vaditjes ka vite që njihet dhe kanë të pamundur me fondet e veta të rikonstruktojnë tërësisht rrjetin e kanaleve vaditse. Por pritet realizimi prej një viti i projektit për rehabilitimin e kanaleve që do të financohet nga Banka Botërore dhe deri në zbatimin e tij, situata do të jetë e njëjtë. Shqetësimi atyre fermerëve është një shqetësim shumë i drejtë. Është një shqetësim realist që vërtet në këtë lloj temperaturash që jemi sot edhe nuk ka ujë për të vaditur. Ky lloj problemi ka afërsisht 30 vjet që njësia Dushk prej 1200 hektarësh që kanë nën ujë nuk vaditet. Nuk vaditen sepse ujti nuk vjen. Dhe arsye që nuk vjen ujti janë V4, që edhe është pastruar këtë vit, por sasia dhe prurjet e ujit nuk mund të përcjellën djerin në Dushk apo në Zham. E dyta, sistemi i vaditjes në parcelat pothuajse ka degraduar krejtësisht dhe nuk funksionon. Pra lind detyrimisht nevoja që ashtu siç janë investuar nga Banka Botërore, nga projekte Bankës Botërore, në 2 lotat që janë pjesën e MZQ-s, ashtu pritet edhe kërkohet që edhe të investohet edhe në njësinë Dushk për problemin e vaditjes. Ndjenjen time, ashtu siç e theksova edhe në fillim, është një problem që është domosdoshëm. Por me sa di, është një projekt i Bankës Botërore që flitet që nga shtatori do të funksionojë apo do të realizohet. Jemi në pritje të atij projektit që të zgjidhet një herë mirë ky problemi.